Gazetari botës së re të studentëve në vitin domethënë 1978 deri në 86-7 që kum qenë atje gazetar, kur kum kalu te revista Zeri. Sidoqoftë, normalisht që panteoni i mendimtarëve shqiptar tradicional, po flas, si pasus të rilindjes kombëtare, po dallohet, po thuj se qosja po thuj se është rilindasi i fundit. Kështu quajt sot në shumë drejtime. Po, në kuptimin që jo veç të rilindjes kombëtare shqiptare, po në kuptimin e rilindjes se si gazetë dhe si votër e kulturës në Kosovë, që nga vitet e 60-ta, 66 tek ne deri me sot. Normalisht që është zor, ande që thojnë pa i pushu eshnat mirë në botën e përtejme me fol diçka për Recep Qosjen, sepse kur ande lot që thojnë familjarëve ti nuk ju kanë tha, por gjithmonë duhet me qenë me majt një vijë realiste, mos me i dhonë shumë kredite cilat realisht asaj vetës nuk ja dha, sepse e qujti vetën një prej vdektarëve me katarë, dhe nuk e mohoj faktin që mund të ketë bon udhës e ti me kate. Sidoqoftë kushtrim Recep Qosjen duhet me pa në 3 dimensionet. Në çfarë dimensionet? Si shkrimtar? Komunizmit liberal jugoslav si shkrimtar, kur edhe kam i kulmin e tij si shkrimtar me librin, me romanin Vdekja me vjen për i syve të tillë botum vitin 1974 që koincidon me autonominë e Kosovës në Jugoslavi. Një roman i cili sigurisht e bon Qosjen e shtin në këtë panteonin e shkrimtarëve më të mëdhenj të Kosovës. Një roman shumë i mirë që i dedikohet periudhës më të rëndë shqiptarëve në Jugoslavinë e dytë, ose në atë Jugoslavinë e Titos që e kanë quajt Jugoslavinë socialiste, kur dhuna e ministrit mbrëmshëm Aleksandar Ranković bie mbi Kosovën dhe mbi shqiptarët, kur secili intelektual i Kosovës dhe sidomos shqiptar është i ndjekun, i përndjekun nga UDB-ja famkeqe, kur praktikisht përmes Danielit Tesherkës